mars të 4 lulla të rënditi shtetin. Detaje në lidhje me këtë rast në sjell vetë i akuzuari kryesori i cili gjendet në Arati. Me një letër, ai ka deklaruar nga avokati i tij Fanol Krasniqi se ka informacione tjera të cilat nuk përkojnë me informacione që kanë qarkulluar në media, e ato janë të vërtetat e ngjarjes së ndodhur ku mbeti i vrarë një person dhe një tjetër u plagos. Edhe këtë çështje do ta trajtojmë në fakt me mikun ton gazetar të cilin e kemi në studio, zotri Faton Mehmeti, i cili qëndron me ne. Zotri Mehmeti, faleminderit, pas një bloku të parë mjaft intensiv, po na vjen koha që të diskutojmë edhe për bllokun e dytë i cili pritet të jetë i tillë, cilat janë të vërtetat, çfarë na zbuloi kjo letër e cila zgjoj këshërinë komplet publikut. Realisht kjo kronik kjo letër e dëshmon që krejt vrasja ka ndodhur për shkak për çështje xhelozie, pra që Shëndetje Hona. Dyshuari Miftari që ka jetu, pra i plagostri Miftari që ka jetu në Spanjë, Menov Kënduqi, është njeriu që ka qenë i lidhur me një grua e cila Parimisht, këta dy persona, ku i fillojnë njohuritë e tyre? Ku kanë filluar lidhjet e tyre, sepse ne e dim që nuk po bëhet fjalë për gjëra që kanë ndodhur në Kosovë. Po, është zanafilla krejt është në Spanjë, pra. Në Spanjë ka filluar ngjarja, pastaj ka ardhur deri tek kur kanë në Kosovë, pra edhe e kanë vazhduar, si më thon, historinë e tyre në Kosovë. Pra, krejt zanafilla është në Spanjë. Çfarë bëjnë ky grup? Çfarë janë këta shqiptarë? Kem arritur të marrësh më shumë informacion se çfarë bën kjo dyshe në Spanjë? Pra, dorasi në këtë rast që akuzohet, si dhe viktima në këtë rast. Nuk ka ende shumë informacione, po thu që Miftari, pra ka qenë Menov Kënduqi, është marrë me disa veprimtari tjera, pra që flitet për çështje droge tjera. Për çështje droge flitet që ky grup ka qenë, pra Miftari. Okej, pra për çështje kriminale flitet se ky grup ka kryer një aktivitet të tillë të pazbuluar deri në këtë moment, faktikisht se çfarë është, por aktiviteti ndodhur në Spanjë dhe probleme të ardhura të bartura në Kosovë. Pra viktima në këtë rast është aksidentalisht, nuk është se ka qenë kë i përfshirë. Por i plagostri në këtë rast ka qenë shënjesa, Miftari. I plagostri po, ka qenë edhe... Por letra na zbulon diçka tjetër, sepse përderisa ne paraprakisht kishim informacion se viktima është plagosur si pasojë e një plumi rikoshe në lokal, letra si duket që e ke sjellë na flet diçka tjetër. Letra natyrisht që flet për diçka tjetër, pra po ajo që thuhet, po themi krejt, si më thon, kujtesenca e saj ose është për çështje xhelozie, pra për shkak të një gruaje gjithë ka ndodhur gjithë kjo. Do e kemi letrën më të pas pak, do e lexojmë bashkë, natyrisht një letër e cila është publikuar nga avokati Fanol Krasniqi, të cilin e kemi kontaktuar, por megjithatë në këtë moment nuk e ka autorizimin për të folur, megjithatë pra një grua përmendet në këtë mes. Çka flitet për çka është roli i asaj gruaje? Gruaja në fjalë ka qenë e lidhur më herët me Miftarin, po themi, pastaj kur është ndarë është lidh me zotri Gashin, si thuhet edhe këtu ka nisi me thone e xhelozia, për shkak se i plagostri Miftari nuk ose ka pranuar asnjëherë që ishte e dashura e tij, është larguar nga ti. Çështje mentaliteti. Pra, çështje xhelozia, dhe të ndalemi tek mbrëmja kritike. Në mbrëmjen kritike thuhet se personi Miftari, në këtë rast, Miftari nëse nuk gaboj, ka qenë në lokal kur janë futur disa persona dhe kanë filluar të çellojnë drejt tij. Dhe tash i kemi dy lloj tregime, një situatë tjetër na tregon vetë letra e Alban Gashit, i cili përmes avokatit i tij Fanol Krasniqi ka dërguar një letër pra në opinion publik, të cilën do ta kemi veç pak, të cilën do ta kemi pra tani të plot këtu. Pra betimi drejtësie ka publikuar edhe këtë letër. Pra gjithnjë sipas letrës thuhet se me të hyrë Gashin lokal, Miftari kishte lëshuar një zë dhe kishte kërkuar nga mysafirët që të mos lëvizin dhe për një moment gjua në drejtim të Gashit 4 herë duke plagosur në këmbën e djathtë. Më tej thuhet se pas zbrazjes së municionit nga ana Miftarit, i njëjti të repetit armën dhe afrohet në distancë të afërt dhe godet 2 herë në këmbë dhe 1 herë në dorë dhe më pas Gashi afrohet ja merr armën Miftarit dhe me të në pjesën e kondakut e godet disa herë në kokë dhe përfundimisht largohet nga një vend i panjohur. Alban Gashi pretendon se nuk ka mundësi që nga gjuajtja e tij të jetë goditur tani ndjeri në G, por është goditur
por është goditur nga miftari, duke se tashmë lëvizi, po. Pra në letrën që avokati Krasniqi ka drejtuar hetuesve të policisë, të cilën pra ka siguruar betimi për drejtësi, thuhet se pas rastit, familja e të dyshuarit e ka autorizuar që të përfaqësojë atë dhe se ka komunikuar me të edhe në rrjetet sociale që përmes tij ja ka treguar versionin e vet të ngjarjes. Pra avokati ka biseduar me të përfshirën këtë rast. Zanafilla ka problemin gashit me miftarin, i njohur me Nofkën Duqi, ka nisur në shtetin e Spanjës, kur miftari kishte qenë në lidhje me një grua, e cila më pas ishte lidhur me emrin me Alban. Edhe ai që kishte menduar se është vetë zoti Goshi, tash nuk dihet a është pikërisht. Por sa janë të besueshme këto dëshmi, duke marrë parasysh krejt atë që e thatë paraprakisht, se ka dyshime që ka punë të tjera të cilat këta dy persona i kryejnë në Spanjë gjatë qëndrimit tyre. Pra, sepse gjithmonë ka dhe aludime të tilla dhe ngritje të alibive të tilla, kënse për ndonjë natit të momentit apo për probleme qasti kemi ardhur deri. Doni neve na lejohet me qenë se jemi media gazetor, na lejohet natyrisht që të ngrisim edhe pista të ndryshme, mirë po sipas edhe versionit që është dhënë këtu, pra është sherrri krejt ka nisë për një grup. Mund të jenë sepse dua ta ngrenjë paralele, nëse shikojmë edhe shumë vrasje të cilat sot ndodhen në Shqipëri, zanafillën e kanë nga problemi prishjes së pazareve biznesore të ndryshme nëpër Europë. Dhe çështja jonë, pista jonë është në qoftë se një gjë e tillë ka ndodhur edhe në vendin tonë, duke pas parasysh se kishin të përbashkëta me ngjarjet në Shqipëri edhe kjo ngjarje në vendin tonë. Mund të jetë edhe kjo. Tash mbetet prokurorisë me zbardh gjithë dinamikën ose më konkretisht për arsyet mirë, po deri me tani ne e dim që është sherrri një gruas, mund të jetë edhe për çështje pazareve. Por a mendoni se mund të ndrojnë dinamikat, se pastaj do dua t'i bëj edhe disa pyetje me atë çështje. A mendoni se mund të ndrojë kjo letër dinamikat? Pra, përderisa tani akuzoi grupi sulmues që e ka kryer vrasjen e rastësishme, tani më nga grupi sulmues akuzohet vetë viktima e tyre për përfundimin e prokurorisi mbetet tash me ftu personin fjalë që me dëshmu për një huri që ka me ato që i ka shkuar dhe sa janë të vërteta ato me argumentuar. Dhe kur jemi tek fjala se sa janë të vërteta, dua ta plotësoj me informacion kolegun tim të nderuar, janë tani më janë kapur 3 armë të ndryshme, një Kalashnikov dhe 2 pistoleta, nga të cilat pritet të nxirret edhe e vërteta e plumbit, i cili e përshkoi trupin e zotërit Naser Gashit në momentin kur ai ishte rastësisht i gjendur në vendin e gabuar. Dhe një detaj tjetër që u raportua Faton, ndjes që po të ndërpres, duket se disa prej armatimeve janë gjetur në një magjistrale, në një rrugë jashtë Prishtinës. Ke këtë informacion? Po e kam, është e vërtet mirë, po tash nuk dihet se sa ka të bëjë me rastin konkret. Po, por duke marrë parasysh se ky grup arrin të godas fuqishëm, të shkaktoj viktima në njerëz dhe arrin të largohet dhe duke i lënë gjërat e tyre në një bazë të caktuar. Mendoni se kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal, apo të paktën në shikim të parë na duket si i tillë duke marrë parasysh operacionin e 25 marsit? Unë besoj që është grup, se këta kur kanë shku në lokal, kanë shku me qëllim që me i qeru hesapet, po themi, nuk ose ka ndodhur kjo vrasje aksidentalisht. Pra që e ka por personin fjalë dhe ka gjujt. Këta e kanë ditë sakt që personin fjalë ka ardhur për shkak të festave të Bajramit, pra me 23 mars, pra ka ardhur për personi me emrin Gashi, edhe miftari pra e ka ditë që personi në fjalë ka ardhur dhe kanë shku mi qeru hesapet. Pra, ishin të armatosur të dy apalë. Mirë, dua të pyes edhe një pyetje krejt fundit. Ne e dim për informacion të cilat qarkullojnë për tregun dhe kartele, të themi, ashtu ndonë se nuk kemi kartele, si kur në përboq që funksionojnë shqiptare. Cili është roli i kosovarëve realisht tani më në këto kartele, duke marrë parasysh se shumë krimet të cilat kryen nga kosovarët mund t'i adresohen pastaj shqiptarëve, duke marrë parasysh kombësinë tonë dhe etninë tonë. E vërtet, kjo e fundit që the është shumë e rëndësishme, sepse në gjitha vendet ku, sidomos në Spanjë, që tashme Spanja po shndrohet në një vend shumë të fuqishëm të kartelit drogës shqiptarëve, edhe shqiptarët e Kosovës kur arrestohen, pra nuk paraqiten si kosovar, po si shqiptar. Pra, edhe në këtë aspekt tash nuk dihet a janë shqiptarë Kosovës apo të Shqipërisë, pra, mirë po shifra që i jepen kroni janë vërtet alarmante. Në Greqi, po themi, çdo i 10 dikun i burgosur shqiptar. Edhe në mesin e më të kërkuarve janë
diku 30% janë shqiptarë që janë më të kërkuar që kërkohen nga Greqia ose nga Italia ose nga Por shtetet e tjera. Por a ka dasi kombëtare në Krim apo jemi bashkë? Du të thënë diçka që droga është duke lulëzuar me të madhe në Spanjë, atje ku shqiptarët po marrin villat të ndryshme, apartamente të ndryshme, edhe brenda objekteve aty po kultivojnë drogën. Edhe për krejt fund, Spanja po shihet si një treg tani më i konsoliduar, duke marrë parasysh se kosovarët ishin shumë më moti në atë treg. Edhe Spanja po edhe Anglia, gjithashtu këto dy shtetet janë, si me thonë, më të favorshme që ofrojnë, po themi, në thojsa kushtet më të favorshme për këto kartele drogës që ta zhvillojnë veprimtarinë e tyre, edhe prandaj dyshimet janë shumë të fuqishme që edhe Miftari është, po themi, pjesë e këtij grupi. Ne nuk e dim sakt, kjo mund të mos jetë e vërtet, po aludimet janë. Pra ka aludimet që pazaret e drogës mund të kenë shkaktuar konflikte? Mund të kenë shkaktuar, po për ta minimizuar, si me thonë këtë, e afrojnë tek një grua. Po themi se, mendoj që pak e vështirë që për shkak të një grua të ndodhë gjithë kjo kasapone, me gjithë të shqiptarët mund të ndodhë, po Pushtime familjes së personit i cili u vra aksidentalisht në PG, faton të faleminderit shumë që ishte këtu. Do presim natyrisht verdiktin e organeve drejtësisë. Pra ishim bashkë shumë me gazetarin Faton Mehmeti, ky ishte bloku i dytë, shkputemi tani me pak publicitet dhe kthehemi flasim për betejën e Dardanelës. Sot në fakt krejt kjo apo çana kalasi që një jetë ndryshe, interpretuohet në mënyra të ndryshme. Ishin shqiptarët aty për të shërbyer apo çej dashuria për Prandërin Osmane apo ishte kishte motive të tjera, si shihet